Gjatë ditës së sotme të zgjedhjes, po raportojmë direkt nga Komuna e Gjilanit për të sjellë informacione të përditësuara mbi daljen e votuesve, informacione shtesë nga KQZ-ja. Po raportojmë direkt nga qendra më e madhe e votimit në Gjilan, shkolla fillore Thimi Mitko, e cila numëron mbi 12.000 votues. Ne kemi arritur të konfirmojmë nga menaxherja e kësaj qendres që procesi tashmë veç se ka filluar, materiali është përndar, komisionerët janë në qendrën e votimit. Përveç kësaj, pavarësisht që në orët e para të mëngjesit qytetarët veç se kanë filluar të votojnë, edhe kjo na jep një pikë referencë se procesi po zhvillohet normalisht dhe i qetë, ndërsa kemi kontaktuar edhe me kryesuesin e komisionit komunal zgjedhor Valerian Bajrami, i cili tha se vazhdimisht menaxherët po raportojnë nëse qendrat e tjera të votimit janë hapur dhe procesi po zhvillohet normalisht. Për informacione shtesë ne gjithsesi do të kontaktojmë. Në total, Komuna e Gjilanit numëron mbi 1.101 qytetarë, të cilët kanë të drejta ushtrojnë detyrën e tyre, votën e tyre pra. Përveç kësaj, ne kemi kontaktuar edhe me policinë, me zëdhënësin e policisë rajonale në Gjilan, Ismet Hashani, i cili ka konfirmuar se ka policë të mjaftueshëm të cilët janë të shpërndarë në qendrat e votimit për të përcjellë gjatë gjithë ditës procesin zgjedhor. Pra, këto janë informacionet e para sa i përket fillimit të procesit zgjedhor. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në teren për të sjellë informacione të përditësuara, atmosfera në qendrat të votimit edhe informacionet e tjera të KQZ-s.